Unë besoj që në dyjat, talentin e kemi vajza që kanë shumë dëshirë me luajtë basketball, e bojnë këtë sen me qef, besoj që vetëm jemi pak të reja, besoj që kur e marrim këtë eksperiencën, puna ka mu shpërbly njëjtë si në 5-5 si në 3x3. Ti e ki fituar tashmë një përvojë në Amerikë edhe çka mendon sipas teje Kosova duhet bëjë ndryshe që të pjekëm më mirë, të krijojmë një ekip më të mirë, ku mendon që çalojmë? Si Kosovën përgjithësi kështu. Po, unë mendoj që është pak vështirë, veç mentaliteti duhet me ndryshu. Normal, për gjitha vajzat që kanë luajtur jashtë e dinë që etika e punës është shumë ndryshe jashtë edhe këtu. Po besoj që, si që thashë më herët, po vinë gjeneratat e reja dhe po na tregojnë krejtve që ato po dojnë jenë të gatshme me punu dhe me munu me shpërbly këtë punë në loja sa ma shumë me përfaqësu shtetin e tyre. Okej.